Elira Kokona ishte një emër i panjohur jo vetëm për publikun e gjerë, por edhe për vetë socialistët përpara se këta të fundit të vinin në pushtet në vitin 2013. Por zonja Kokona kishte fatin e madh të ishte në rrethin e Ëngjëll Agaçit. Kjo lidhje ishte çelësi që hapi dyert e karrierës gjithmonë në ngjitje të Kokonës deri në majat e pushtetit të rilindjes. Fillimisht Kokona u emërua si sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës me Kumbaron. Më pas kaloi tek drejtësia dhe më tutje zëvendës sekretare e përgjithshme e kryeministrisë. Por ironia qëndronte në faktin se gjatë kohës që shërbente si zyrtare e lartë publike, zonja Kokona vazhdonte punën e saj si avokate ku përfaqësonte palët private kundër shtetit shqiptar në gjykatat ndërkombëtare. Megjithatë, Shqipëria ka parë edhe më keq se kaq. Bëmat e Kokonës kundër interesit publik do të rëndoheshin edhe më shumë, kur ajo u katapultua në krye të korporatës së investimeve shqiptare. E konceptuar në letër si një entitet që do të nxiste zhvillimin ekonomik të vendit, korporata e investimeve mori shumë shpejt fytyrën e drejtuese së saj, duke u shndërruar në një zyrë matrapazësh që tregon interesin publik në bursa private. Nga pronat e Bregdetit e kullat të Tiranës, kishu shndërruar në një agjenci imobiliare, e cila nuk ka asnjë lidhje me interesin publik. Sot korporata nuk ka asnjë projekt të saj me të cilin mund të krenohet, por ka shumë bëma për cilat duhet i vit turp. Durana është një prej tyre. Në vitin 2022, pasi Rusia sulmoi ushtarakisht Ukrainën, një nga kompanitë më të mëdha në botë në industrinë e softwareve, Amerikania APM, ju afrua qeverisë shqiptare me një projekt konkret për shkak të pasigurisë. APM kishte marrë vendimin të zhvendoste mira punonjës të degës së saj në Ukrainë në një tjetër vend. Drejtuesit e gigantit amerikan kishin përzgjedhur Shqipërinë si opsionin më të preferuar. Shefi e PAM është takuar më shumë se njëherë personalisht me Edi Ramën për këtë çështje. Kjo ishte edhe piknisja e ligjit për parqet teknologjike dhe shkencore, më shkoqur akoma kjo ishte arsyeja se pse lindi Durana. Por koha kalonte dhe bedelja vegjetonte. Për 3 vite korporata nuk arriti të vendoste asnjë tull për ndërtimin e parkut të Duranës. Zonja Kokona nuk vendoste as ndërtimin e parkut me zhvillues privat, as ndërtimin e tij me fonde publike. Për rrjedhoi e PAM-i vendosi ultimatum qeverisë shqiptare, ose bëj parkun ose ne do të zgjedhim një vend tjetër. Përballë këtij ultimatumi, Kokona gjeti zgjidhjen magjike. E ktheu Duranën në park imagjinar, pra një park pa kufi, pa ndërtesa, por thjesht një hapësirë virtuale si rrobat e mbretit. Kjo ishte shakaja që vendosi përfundimisht braktisjen e Shqipërisë nga e PAM, dhe ky ishte një nga dëmet më të mëdha që ishte bërë Shqipërisë vitet e fundit nga bedel zyrtarët që janë njëkohësisht paditura dhe të babzitura. Imagjinoni për një moment se si do të ishte Shqipëria nëse në xhaf zotaj do të kishin ardhur mira punonjës të e PAM, thjesht për kronik. E PAM realizon $5 miliard të ardhura vjetore dhe numëron mbi 65.000 punonjës. Siç thekson në artikullin e tij të dedikuar Standard.al, kjo nuk është goditje teke. Kompanitë e këtyre përmasave janë si magnete që tërheqin njëri tjetrin. Ndoshta sot në Durrës mund të ishte edhe Amazon apo titan të tjerë të teknologjisë. Në vend të kësaj Kokona i bëri peshqesh Shqipërisë një shpellë virtuale pa taksa për hajtutët e akshit.